Florenta Brashi tregon një ngjarje interesante se si dy fanse ishin afër kacafytjes njëra me tjetrën për Florenta Brashin. Bashkëpunimi I tij me kompozitorin e famshëm Florent Boshnjakun në realizimin e këngëve për albumin e parë të tij. E gjesha një kompozitor që në teori tingëllojke shumë mirë, edhe bashkëpunimi fillojke shumë mirë, edhe masën e diçka ndodhke, nuk e di gjatë. Më thoj za luftojshin për vëmendjen time. Bëjshin shumë veprime çuditshme për me marrë qatë vëmendje. Mi nda një moment që patën përfundu dy qika tu përlan komente kështu, edhe janë nisën me bo thire për me dalë mu rrej fizikisht ato qika. Tha isha që shka ndodha di. Mu doke si ondër e keqe që jo. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.